U filluan në kohë të kampanjës zgjedhore për rruga kryesore në fshatin Xhepçisht të komunës së Tetovës dhe rruga e Shtipit në Tetov, as se si të përfundojnë. Punët filluan para 4 muajsh, por të dyja rrugët janë në këtë gjendje. Edhe banorët e Xhepçishtit, por edhe ata të lagjës së Shtipit presin që të njëjtat të përfundojnë, ndërsa thonë se punët në vendbanimet të tyre janë stërzgjatur. Duhet, nuk ka kitë me bëhet ajo. Bajgjivakat. Kanë problem që ka pas. Me drejt duhet punohet sa ma shpejt se i shoh këto 2 veta punojnë. Unë nuk e di, unë jam shofer autobusi, punojnë në Gjermani, ama atje kur blokohet udha edhe bëhet shumë shpejt, ama këtu me 2 punëtor, edhe me 1 bager, unë se di se të bëhet udha. Mund të shkojnë e në 1 vjet kjo udhë, e në 2 vjet. Po njerët ne që... Rruga para zgjedhjeve, po. Po si filloj dimni edhe unë alëm punimet, çta i kam filluar të punoj? Po nuk ka shumë kohë, pak kohë. Një 4 muaj ka? Ka, çetaj parisht. Nga komuna e Tetovës thonë se në Xhepçisht presin që banorët të lidhen me sistemin e ujit dhe kanalizimit, ndërsa për në rrugën e Shtipit thonë se EVN është duke punuar. Tek rruga në fshatin Xhepçisht janë duke përfunduar kyçet nga ana e banorëve për ujësillësin dhe kanalizimin. Po ashtu janë duke u vendosur edhe anësorët në rrugë. Me përfundimin e këtyre punëve do të fillojë edhe asfaltimi i rrugës, ndërsa për rrugën e Shtipit kemi pasur, janë bërë disa dislokime të shtyllave të vjetra nga ana e VN-s. VN-ja i bën kyçet e fundit, pra është në përfundim dhe në momentin që do të përfundojnë këtë punë do të fillojë edhe asfaltimi i rrugës po ashtu. Nga komuna e Tetovës më 9 mars thanë se rruga e Shtipit do të asfaltohet për 2 javë, por edhe pas 3 javësh kjo rrugë është në këtë gjendje, ndërsa këta nuk janë vetëm rrugët e vetme që kanë filluar para zgjedhjeve lokale dhe akoma nuk kanë përfunduar.